Pse më shete o baba? Ditët përpara se jeta ime të kthehej në një mallkim rodhen me një qetësi mashtruese. Unë isha thjesht një vajzë e re, plot ëndra për të ardhmen, që besonte se bota funksiononte me rregullat e dashurisë dhe të meritës. Por prapa mureve të shtëpisë son, po thurej një tjetër fat. Babai im kishte muaj që fshihej nga drita e diellit. E shija të hynte e të dilte natën, me sy të skuqur nga pagjumësia dhe duar që i dridheshin sa herë binte telefoni. Kur nuk na tregonte asgjë, por tensioni në shtëpi mund të prekej me dorë. Derisa erdhi ajo pasdite e mallkuar e vjeshtës. Një makinë zezë e madhe dhe rënd u parkua para portës son. Prej saj zbriti ai. Ishte një burr shumë i madh në moshë, me flokë që kishin filluar të thisheshin të tëmthat, por me një qëndrim që rrezatonte pushtet dhe rrezik. Atë natë, dyert e dhomës së pritjes u mbyllën hermetikisht. Nga jashtë dëgjoheshin vetëm zërat e lartë të babait që lutej, pothuajse duke qarë dhe zëri i ftohtë i prerë dhe absolut i atij burri. Nuk kam afate ose parat sot, ose ti e di mirë se çfarë të pret, ishin fjalët që depërtuan përmes drurit të vjetër të derës. Kur dera u hap, babai doli me fytyrë të zymt, pa më parë fare në sy. Ai burr para se të largohej ndaloi hapat pranë meje. Më vështroi nga kokat e këmbët me një shikim llogaritës, sikur po vlerësonte një mall që sapo e kishte bler në treg. Ajo buzëqeshje e tij e lehtë, cinike më ngriu gjakun në vena. Të nesërmen në mëngjes, babai më thiri në dhomë. Nuk kishte guxim të më shikonte në fytyrë. I mbante sytë ngulur në dy sheme teksa me një zë të dridhur më dha lajmin që më shkatërroi botën. Do të martohesh me të. Është e vetmja mënyrë për të shpëtuar familjen. Ai ka pranuar të fshijë të gjithë borxhin nëse ti bëhesh gruaja e tij. Fjalët e tij ranë mbi mua si goditje çekani. Qava, bërtita, u hodha në gjunjë duke ju lutur që të mos më shiste, që të punoja unë natë e ditë për t'i larë ato para. Por çdo gjë ishte e kotë. Vendimi ishte marrë. Askush nuk pyeti nëse unë merja frymë apo nëse kisha një shpirt. Për ta, unë isha thjesht monedha e këmbimit për të paguar një gabim që nuk e kisha bërë. Dita e dasmës erdhi si një procesion mortor. Nuk pati këngë, nuk pati gëzim, as drita e as urime të sinqerta. Më veshën me një fustan të bardhë që më dukej si qefin. Gjatë gjithë ceremonisë dhe darkës formale, unë isha thjesht një hije. Ai qëndronte pranë meje, duke pirë dhe duke biseduar me miqtë e tij, pa u interesuar fare për lotët që unë mundohesha t'i fshihja në vual. Për të, ajo dasmë nuk ishte kurorëzim dashurie, ishte thjesht nënshkrimi i një kontrate pronësie. Kur nata ra dhe të ftuarit u larguan, u gjetëm vetëm në shtëpinë e tij të madhe, të ftohtë dhe të zymt. Çdo hap që bëja mbi ato pllaka mermeri më dukej se më çonte më afër një humnere. Sa po hyja në dhomën e gjumit, ai më kapi me forcë nga parakrahu. Shtrëngimi i tij ishte aq i fortë sa ndjeva me një herë dhimbje. Më tërhoqi drejt vetes dhe me atë zërin e tij të trashë të ftohtë, mi përplasi fjalët në fytyrë pa asnjë mëshirë. Ndryshoi atë fytyrë dhe fshiji ata lot. Ti nuk je këtu sepse të dua, as sepse më pëlqen të bëj dasma. Babai yt të shiti tek unë për të shpëtuar kokën e tij. Nga sot, ti nuk je gruaja ime, ti je dëmshpërblimi im. Çdo gjë në këtë shtëpi, përfshirë edhe ty, më përket mua. Do të bësh eksaktësisht atë që të them unë, kur të them unë. Kuptove? Nuk pata forcë as ti përgjigjesha. Atë natë të parë, të shtrirë në atë kreva të huaj, nën peshën e një njeriu që nuk e njihja dhe që më shihte vetëm si një sen të tijin, unë humba gjithçka. Çdo iluzion, çdo siguri dhe çdo grimcë e rinje mbaroi aty. Ndërsa dëgjoja zhurmën e shiut jashtë dhe frymarrjen e tij të rënd pranë meje, kuptova me tmerr se liria ime kishte vdekur ende pa filluar mirë jeta, dhe se sapo kisha hyrë në kapitullin më të errët të ekzistencës ime. Nëse nata e parë ishte goditja që më zgjoi nga ëndrat e mia, muajt që pasuan ishin një rënje e lirë dhe e pandalshme në një humner të errët. Shtëpia e tij e madhe, e rrethuar me mure të larta dhe kamera sigurie, nuk ishte një shtëpi, ishte një burg luksoz ku unë isha e dënuara e vetme. Ditët filluan të ngjanin tmerrsisht shumë me njëra tjetrën. Të gjitha të mbështjella me një tis të trash frike dhe ankthi që nuk më ndahej nga shpirti as kur flia. Rutina ime ishte e thjeshtë dhe e prerë me thik. Duhet të isha zgjuar përpara se drita e diellit të prekte dritaret, të përgatisja mëngjesin eksaktësisht ashtu siç ai e donte dhe të qëndroja në këmbë, me kokën ulur, duke pritur që ai të mbaronte. Çdo lëvizje imja vrojtohej me një sy kritik. Nëse filxhani i kafes nuk ishte vendosur në këndin e duhur, ose nëse buka nuk ishte ngrohur mjaftueshëm, dita fillonte me ofendime. Dhuna nuk filloi me një herë me goditje. Fillimisht ajo ishte një dhunë psikologjike, e hollë dhe helmuese, që kishte për qëllim të më shkatëronte çdo grimcë vetëvlerësimi.
Ai përdorte fjalë që të vrisnin më shumë se plumbat. Shiko vete në pasqyrë, më thoshte shpesh duke më kapur me përbuzje nga mjekra. Nuk vlen asgjë. Je thjesht një rec që babai yt e hodhi në rrugë për të shpëtuar veten. Pa mua, familja jote do të kalbej në burg. Mua më detyrohesh edhe për ajrin që thith. Me kalimin e kohës, ato fjalë filluan të zinin vend në mendjen time. Fillova të besoja se vërtet isha unë fajtorja, se vërtet nuk kisha asnjë vlerë. Por heshtja e asaj dhune psikologjike nuk zgjati shumë. Preteksti i parë për dhunën fizike ishte aq banal. Sa ende nuk mund ta besoj se si një qenie njerëzore mund të shndërrohet në kafshë për gjëra të tilla. Kishte qenë një ditë e lodhshme dhe pa dashje më rëshiti nga duart një gotë kristali, e cila u bëthërime mbi pllakat e kuzhinës. Zhurma e thyerjes ngjau si një alarm lufte. Ai erdhi nga dhoma tjetër me hapa të rëndë. Nuk pyeti nëse u preva, nuk priti asnjë shpjegim. Dorë e tij e rëndu përplas me gjithë forcë mbi faqen time, duke më rrëzuar për tokë, direkt mbi xhamat e thyer. Në vend që të ndalonte kur pa gjakun që rrite nga duart e mia, ai u ul, më kapi për flokësh dhe më afroi gjunjët pas dyshemes. Kjo shtëpi ka rregulla, më pëshpëriti të veshi me një zë që nuk kishte asnjë thërime njerëzimi. Çdo gjë këtu kushton, e sidomos gabimet e tua. Ajo ditë hapi rrugën e një makthi të rregull. Dhuna u kthye në pjesë të përditshmërisë sime. Shenjat në trup u bën si një hartë e dhimbjes. Rrethet të nxira në krah nga shtrëngimet e tij, të çara në buzë dhe dhimbje kronike në trup. Kur vinte vera, unë duhej të vishesha me fustane me mëngë të gjata dhe jorgan të lartë për të fshehur të vërtetën. Përdorja shtresa të tmeshme makijazhi për të mbuluar sytë e nxirë sa herë që dikush trokiste në derë. Gjë që ndodhte shumë rrallë, pasi ai më kishte izoluar plotësisht. Më mori telefonin, më ndaloi të kisha rrjete sociale dhe çdo dalje e ime nga shtëpia, qoftë edhe për të bler bukë, bëhej në shoqërinë e një prej shoferëve të tij, i cili kishte urdhër të mos më linte të flisja me askënd. Kur prindërit e mi merrnin guximin të telefononin në numrin e shtëpisë, ai qëndronte pranë meje me vështrim kërcënues. Unë duhej të thosha, jam shumë mirë, këtu kam çdo gjë, mos u bëni merak. Ndërsa nga syt më rridhnin lotët e një dëshpërimi të thonë me zë. Ata kur nuk erdhën të më vizitonin. E kishin marrë atë që donin, borxhi ishte shlyer, jeta e tyre vazhdonte, ndërsa imja po fikej çdo ditë më shumë në hijen e atij burri të dhunshëm. Thonë se njeriu mund të mësohet me çdo gjë, madje edhe me errësirë më të thonë, por ka një pikë ku shpirti thjesht nuk mban më. Për mua, ajo pikë erdhi në përvjetorin e dytë të asaj martese të mallkuar. Ai ishte larguar për një nga udhëtimet e tij të gjata të biznesit, duke më lënë të mbyllur brenda 4 mureve, me një sy të enjtur dhe me trupin që më diqte nga goditjet e 2 ditëve më parë. Atë natë, heshtja e shtëpisë ishte mbytëse. E shtri mbi pllakat e ftohta të banjës, u ngrita me mundim dhe u mbështeta pas pasqyrës së madhe. Kam qëndruar aty pa lëvizur për minuta të tëra, duke parë imazhin që më kthehej mbrapsht. Vajza 20 vjeçare, plot jetë dhe dritë në sy, kishte humbur diku rrugës. Në vend të saj, po më shikonte një hije. Flokë të shpupuritur, faqe të zbehta dhe sy që pasqyronin vetëm terror. Por, teksa po i ngulja syt vetes, diçka brenda meje ndryshoi. Një vale nxehtë zemërimi, jo më frike, por zemërimi të pastër më vërshoi në vena. Nëse qëndron edhe pak këtu, ai do të vras, më pëshpëriti një zë i brendshëm, i cili kishte kohë që kishte heshtur. Dhe askush nuk do të vijë të shpëtoj. Ti je vetëm. Atë natë, në atë banjë të ftohtë, lindi shkëndia e parë e guximit tim. Vendosa që nuk do të vdisja në atë shtëpi për borxhet e babait tim. Nëse jeta ime ishte shkatëruar, unë do t'i mblidhja ato thërime dhe do të ndërtoja diçka të re, larg ti, ose do të vdisja duke u përpjekur. Por aratisja nuk mund të ishte një akt impulsiv. Ai ishte një njeri me pushtet, me miq kudo, dhe nëse unë gaboja qoftë edhe një hap të vetëm, pasojat do të ishin fatale. Më duhej një plan i detajuar, i ftohtë dhe i padukshëm. Fillova me gjën më të rëndësishme, parat. Pa financa, unë do të isha e pashpresë në botën jashtë. Çdo herë që ai më jepte shuma të mëdha parash për të paguar shërbëtorët, për të bler ushqime luksoze apo për të mirëmbajtur shtëpinë, unë fillova të bëja llogari gjakftohta. Kurseja ku të mundja. Nëse një faturë kushtonte më pak, unë e rritja vlerën në biseda me të. Ato pak para që mbeteshin i fshihja me shumë kujdes. Nuk i lash në dhomën e gjumit apo në vende ku ai mund të kontrollonte. Gjeta një vend të sigurt në Bodrum, prapa një bloku të vjetër mermeri të mbetur nga ndërtimi i shtëpisë, ku askush nuk futej kurrë. Çdo kartmonedhe shtuar aty ishte një ditë më shumë lirie për mua. Më pas, nisa të studioja armikun tim. Gjatë muajve në vijim, fillova t'i kushtoja vëmendje çdo detaji që më pare shmangia nga frika. Mësova përmend oraret e tij të lëvizjes,
ditët kur kthehej i lodhur dhe netët kur pinte më shumë se zakonisht. Vëzhgoja dritaret nga ku nuk kapnin kamerat e sigurisë dhe llogarisja kohën që i duhej rojës së portës për të bërë xhiron e tij rreth oborrit. Gjithashtu ndryshova sjellje. Për t'ia fjetur mendjen, u bëra më e bindur se kurrë. Nuk kundërshtoja, nuk qaja më kur bërtiste, dhe i ulja syt sa herë që më ofendonte, duke e bërë të besonte se më kishte thyer plotësisht. Ai filloi të mendonte se unë isha thjesht një mobilie më shumë në shtëpinë e tij. Një qenie pa vullnet që nuk përbënte me asnjë rrezik. Dhe ky ishte gabimi i tij më i madh. Nëna të maskë të vajzës së nështruar, por rritej një grua me një qëllim të qartë. Çdo goditje që merrja tani nuk më thyente më shpirtin, thjesht ma forconte vendosmërinë. Çdo natë, kur ai flinte pranë meje duke gërhitur rënd, unë qëndroja me syt hapur në errësirë, duke përsëritur në mendje planin, rrugët, stacionet e autobusit dhe fjalët që do t'i thosha vetes kur të isha e lirë. Prisja vetëm momentin e duhur, sepse e dija që fati do të më jepte vetëm një shans. Mundësia që prisja prej muajsh erdhi në një natë të ftohtë dimri. Qielli dukej sikur po ndante mulanin për gjysmë. Një shi rrëmbyeshëm përplasej pas xhamave të mëdhenj të shtëpisë, ndërsa bubullimat e shpeshta mbytnin çdo zhurmë tjetër. Ai u kthye vonë atë natë, i shoqëruar nga disa prej njerëzve të tij. Kishte festuar një marrëveshje të re biznesi dhe era e rëndë e alkoolit ndihej që në korridor. Pasi u bërtiti shërbëtorëve dhe i nisi ata për në shtëpitë e tyre, u ngjit në dhomë, i dehur dhe me një humor të egër. Më hodhi një vështrim të lodhur, më porositi të mos e zgjoja për asgjë në botë dhe u shem mbi krevat. Brenda pak minutash, alkooli dhe lodhja e zhytën në një gjumë të rënde të thellë. Zemra filloi të më rrihte me një shpejtësi të çmendur, aq sa kisha frikë se zhurma e saj do ta zgjonte. Ky ishte momenti. Nuk kishte më kthim pas. Me lëvizje të llogaritura mirë që i kisha ushtruar qindra herë në mendjen time, rëshita nga krevati. Nuk i ndiza dritat. Dritat e qytetit dhe vettimat që ndriçonin dhomën për pak sekonda ishin mjaftueshëm. Vesha rrobat më të thjeshta dhe më të errta që kisha. Me hapa të lehtë si hije zbrita në bodrum. Prapa bllokut të mermerit, nxora qesen e vogël ku kisha fshehur dokumentet e mia të identifikimit dhe paratë që kisha kursyer me aq mundim. Ndjeva peshën e tyre në duar. Ajo qese e vogël ishte bileta ime drejt jetës. U ktheva lart dhe u drejtova nga dritarja e pasme e kuzhinës, të cilën e kisha vajosur ditë më parë që të mos bënte zhurmë. Kishte vetëm një problem, roja i natës. Prita pas perdes duke vëzhguar përmes xhamit. Për fatin tim, shiu i ftohtë dhe i rrëmbyeshëm e kishte detyruar rojen të fshihej brenda kabinës së tij në hyrje të portës kryesore, duke parë televizor. Këndi i pasëm i oborrit ishte plotësisht i zymt dhe i mbuluar nga pemët. Hapa dritaren me frymën pezull. Era e ftohtë dhe pikat e shiut më goditën fytyrën. Por për mua ai ishte ajri më i pastër që kisha thithur në 2 vite. Kërceva jashtë mbi dherat e lagur të kopshtit. Çdo hap ishte një rrezik. Nëse do të rëshisja apo nëse do të bëja zhurmë, gjithçka do të mbaronte aty. Vrapova me kurrizin e përkulur drejt pjesës së pasme të rrethimit, aty ku muret e larta takoheshin me një pemë të vjetër që shtrihej jashtë pronës. Me duar që më dridheshin dhe duke u gjakosur nga degët, u ngjita dhe kalova anën tjetër të murit. Kur këmbët e mia prekën asfaltin e rrugës publike, ndjeva një përzierje tmerri dhe triumfi. Isha jashtë. Vrapova pa kthyer kokën pas, me ujë që më futej në këpucë dhe me flokët e ngjitur pas fytyre. Nuk guxoja të merrja një taksi në atë zonë. Ai do ta merrte vesh menjëherë. Ecva për rreth 2 kilometra në këmbë përmes tuhisë, derisa arrita në stacionin periferik të autobusëve. Kur u nisa drejt kryeqytetit me autobusin e parë të agimit, duke parë qytetin tim të zvogëlohej pas xhamit të mjegulluar, lash pas makthin, borxhin e babait tim dhe njeriun që besoj se mund të më zotëronte. Arritja në kryeqytet ishte një përplasje me një realitet krejtësisht të huaj. Isha vetëm në një qytet gjigant, pas një mik apo të afërm ku të mbytesha, dhe me frikën konstante se njerëzit e tij mund të më gjenin në çdo cep rruge. Javët e para ishin një luftë e vërtetë për mbijetesë. Ndryshova pamjen time, i preva flokët shkurt dhe i lyeva me një ngjyrë tjetër. Dhe gjeta një dhomë të vogël me qira të lirë në një nga lagjet më të thjeshta të qytetit, ku askush nuk bënte pyetje. Gjetja e një pune ishte hapi i parë drejt lirisë sime të vërtetë. Pa pasur një diploma apo përvojë, fillova të punoja ku të mundja. Ditët e para i kalova duke pastruar zyra dhe lokale natën, kur qyteti flinte. Ishte një punë rënd fizike, duart më vriteshin dhe trupi më peshonte nga lodhja. Por çdo mbrëmje kur kthehesha në dhomën time të vogël, ndjeja një paqe që nuk e kisha provuar kurrë më parë. Atë shtëpi nuk e kontrollonte askush. Nuk kishte bërtitje, nuk kishte hapa të rënd që afroheshin drejt derës dhe asnjë dorë nuk ngrihej mbi mua.
Çdo qindark që fitoja me djersën time kishte shijen më të ëmbël në botë, shijen e pavarësisë. Me kalimin e muajve fillova të rriteha profesionalisht. Pronari i një dyqani të vogël veshjesh vuri re për kushtimin tim dhe më mori si shitse. Aty fillova të komunikoj përsëri me njerëzit, të buzëqeshja sinqerisht dhe të rifitoja besimin e humbur të vetja. Kuptova se dhuna e tij nuk më kishte shkatëruar plotësisht. Kishte mbetur një forcë e brendshme që asaj nuk kishte arritur ta thyente dot. Sot kanë kaluar disa vite nga ajo natë me shi. Nuk di asgjë për baban tim, dhe as për njeriu me të cilin më martuan. E kam mbyllur atë kapitull me një drytë të rëndë dhe nuk lejoj asnjë kujtim të më helmojë të tashmen. Kam krijuar një jetë të re, të thjeshtë por të bukur. Kam shtëpinë time të vogël, të mbushur me dritë, me lule në dritare dhe me libra që më pëlqen t'i lexoj në qetësi. Kam miq të vërtet që më duan për atë që jam dhe jo për atë që mund t'u ofroj. Plagët në trup janë zbehur, ndërsa ato në shpirt janë kthyer në shenja beteje që më kujtojnë se sa e fortë jam. Vajza e friksuar që u shit si dëmshpërblim për një borxh bigjozi, ka vdekur përgjithmonë në atë shtëpi të ftohtë. Sot, unë jam një grua e lirë, e pavarur dhe e vetmi autore e fatit tim.